pretendimat të cilat i kishim të bazuara, pasi organi procedurës nuk ishte kryer asnjë veprim këto 8 muaj, pasi zoti Meta është në masë sigurimi, dhe bashkë me kërkesën për verifikimin e masës të kushteve sigurimit, kërkuam edhe zvendësimin e saj. Padyshim që aty fjalën e parë e merr avokati, diskutuam rreth 45 minuta unë dhe duke parashtruar arsyetë pse zoti Meta nuk do të rrinë kushtet e paraburgimit, pastaj foli dhe vetë zoti Meta për rreth 1 orë, ku ai hodhi dritë mbi pretendimet e organit të procedurës, qoftë për një kartë krediti që dispononte ish bashkëshortja e tij, por edhe për disa veprime të tjera të lobimit, që në fakt nuk pasqyrohen me emër dhe me mbiemër kush i ka firmosur nga ana e organit procedurës. Dhe kjo ka qenë e gjithë sot, gjithë dinamika e kësaj seance. Dhe pasi pati dhe një debat me prokurorin zotin Klapi, në fund pastaj gjykata autoroi dhe vendosi vazhdimin e masës sigurimit. Ne nuk është sinqerisht se ne prisnim ndonjë ndryshim të masës sigurimit, pasi ne e dim qartësisht, jemi të bindur, zoti Meta është i bindur që është aty për arsye politike. Besoj se nuk ka sot një precedent të dytë që një ish kryeministër, ish president, ish kryetar kuvendi që akuzohet dhe pretendohet për akuza shumë të largëta në kohë, por dhe të paprovuara tashmë në organi i akuzës, të qëndrojnë në një masë sigurimi ekstreme siç është kjo e arrestit me burg. Kështu që i ka kaluar çdo limit e organi procedurës, duke shkelur edhe vendimin e fundit të Gjykatës Evropiane e Drejta e Njeriut Gëllçi kundër Shqipërisë. Unë ja pasqyrova dhe atë vendim gjykatës, ku i thash që Gjykata Evropiane e Drejta e Njeriut ka lënë detyra për shtetin shqiptar, ku thot masat e sigurimit nuk duhet të përdoren në mënyrën represive për të mbajtur qytetarët në paraburgim pa prova. Dhe kështu që ne besojmë tek ajo që bëjmë dhe padyshim që sot prisnim diçka, por jo se prisnim ndonjë hatat madhe nga gjykata. Është në dispozicion nga biznesmeni Shatku. Kush e ka përdorur kartën? Shiko, karta që është përdorur, janë përdorur gjitha nga ish bashkëshortja e zotit Meta. Zoti Meta nuk ka dieni dhe s'ka përdorur kur karta në jetën e tij dhe nuk ka asnjë lloj dienie për çfarë ka ndodhur me zonjën kryemadhe. Janë dy entitete të ndryshme, janë të dy politikan, ish politikan apo deputet të parlamentit, kështu që secili në një vend demokratik mban përgjegjësi për veten e vet. Kështu na ka mësuar dhe kryeministri në daljet e tij. Kështu që mendojmë se janë dy entitete të ndryshme që kanë përgjegjësi për veprimet e tyre dhe zoti Meta askush sot nuk e dit, më japi një shpjegim juridik përse duhet të qëndrojnë në masën ekstreme siç është arresti me burg. Nuk dha. Spaku nuk dha shpjegim. Pra paraqiti ndonjë provë të re, ndonjë fakt të ri që ka të bëjë me fakte të reja penale, pretendime për përdorim të kartës, pretendime për pagesa të paligjshme për lobimet, pra ku ndal konkretisht organi i akuzës dhe si argumentoi kërkesën për arrest me burg. Organi i akuzës më tepër u përqendrua padyshim dhe tek pjesa e lobimit, ku ne i kërkuam organit procedurës që kush firma këtu e ish kryetarit të LSI-së së kohës dhe a ka dieni zoti Meta për lobimet. Ata thonë nuk ka dieni, po duhet kishte dieni zoti Meta. Pra, larg qoftë, nëse dikë gruaja traton burrin, duhet të marrë përgjegjësi pse e ka tratuar gruaja, duhet kishte dieni. Kjo është një fabul që duhet ja thash edhe gjykatës, ja thash edhe prokurorit, që duhet patjetër që zoti Meta të kishte dieni për lobimet dhe kush i ka paguar ato para. Ne ja tham kush i ka paguar, është një avokat grek i cili ka ngatruar jo vetëm politikën greke, po ka ngatruar edhe politikën shqiptare tashmë, dhe ai individi ka një personazh tjetër që sot është afër Partisë Socialiste, i cili është promovuar nga kjo parti dhe vazhdon aktivitetin e tij lishëm politik dhe disa të tjerë. Tani problemet e tjera ne nuk ishim çështje themeli sot aty, ne ishim për një çështje të cilën kërkonim pse zoti Meta duhet të rinë arrest me burg. Prokuroria nuk është se kishte prova dhe nuk arsyeton pse duhet të rinë në burg. Ne e pyetëm zotin Klapi përse duhet të rinë arrest me burg, ai vetë nuk tha ndonjë dieni tjetër. Tani, shiko, duhet kuptoni, Klodi, duhet kuptoni diçka. Ju e dini shumë mirë që kjo është një çështje politike. Dhe si çështje politike që është e vështirë që ne tani të pretendojmë që ngritëm ne as provat, nuk ngritëm provat e kështu me radhë, ishin të mjaftueshme, ishin të mjaftueshme pretendimet. Shiko, duhet të kuptoni diçka. Hetimet nuk kanë përfunduar. Ne po presim kush janë, çfarë do bëjë organi procedurës, a do t'i marrë këta persona në përgjegjësi, apo këta vetëm i ka përdorur
për të thënë edhe dëshmi të rrem apo deshët ju, sepse ka individ të cilët aty kanë dhënë dëshmi të rrem përpara oficerit policisë dhe do marrë përgjegjësi penale dhe ju e dini shumë mirë kush janë të paktën 3-4 aty kanë dhënë dëshmi të rrem përpara oficerit të policisë, pra përpara BK-s. Dhe kallëzimet e rrema ju denocimet e dëshmitë e rreme ju e dini që janë vepër penale, përbëjnë vepër penale. Kështu që sot ne shiko, ne do marrim të gjitha masat tona në një moment të saktuar. Kur të vi momenti, nuk kanë përfunduar hetimet, në seancën paraprake pa dyshim që do ngrihen të gjitha pretendimet, sepse ati është edhe momenti procedural për të ngritur gjitha këto pretendime. Kështu që ne jemi akoma në betejë, jemi në një betejë të cilën do zgjasi, pa dyshim do zgjasi. Unë jam këtu për t'u informuar që çështjet politike është vështirë të çmontojnë me mjete juridike dhe ju do ta kuptoni si nga mënyra rrëmbimit të zotit Meta dhe mënyra procedurale e ndjekur ndaj tij, pra procedura e ndjekur ndaj tij është vështirë që ne tani të pretendojmë që si debatoi zoti Meta me prokurorin e çështjes, avokat. Pse debatoi zoti Meta me prokurorin e çështjes? Nuk ka debatuar, ka qenë thjesht një kundërshtit atyre që ai pretendonte dhe atyre realitetit që pasqyronte zoti Meta. Nuk është se ka patur debat në kuptimin e keq të fjalës, ka qenë një debat shumë konstruktiv nga pikpamja e etikës, mund të themi, dhe nuk kishim asgjë me prokurorin. Prokurori aty është pa dyshim ndikuar edhe politikisht, ne këtë e dim, por tani ne jemi detyruar të besojmë te drejtësia sepse jemi të detyruar. Avokata, kishte një shpjegim spak se përse nuk i ka bërë seancat periodike 2 mujore lidhje me këtë hetim? Po kjo tregon dhe njerë sa serioze është ky organ i procedurës, kur nuk bën ndaj presidentit të Republikës procedurën, e imagjinoni çfarë ju bëjnë këta qytetarëve të zakonshëm. Pra, 4 diligjenca 8 mujore, 2 mujore, në 8 muaj nuk janë kryer. Unë ja kërkova organit procedurës, madje kokën poshtë dhe nuk ishte shpjegim. Tani çfarë tu them unë se nuk shpjegon dot organi procedurës, ka emocione, nuk e di, ndoshta nga avokati që u përball me të punë e tij. Faleminderit juve.